Ndodh ajo që kishim paralajmëruar dhe i njëjtë me skenarin e protestave të fundit të opozitës në bulevardin Dëshmorët e Kombit. Pa mbaruar mirë fjalën kryedemokrati Sali Berisha prej rreth 20 minutash, disa protestues lëshuan molotov dhe fishek zjarre në drejtim të godinës së kryeministrisë, duke e ndezur në flak të fundit. E menjëhershme ishte kundërpërgjigja e forcave të policisë, të cilët përdorën ujin për të shpërndar turmën, dhe duket se kjo e fundit u zhvendos për momentin në një distancë më të largët se sa godina e kryeministrisë. Me gjas, disa polic mund të jenë plagosur nga hedhja e molotovëve dhe fishek zjarrve pasi e ndezën flak zonën ku ata qëndronin, dhe ishte moment disi i papritur pasi Berisha nuk e kishte mbaruar ende fjalën. Tensionet kanë nisur thuajse në të njëjtin minutar, sikurse edhe në protestën e fundit. Policia ka lëshuar menjëherë thirrje me altoparlant, duke apeluar disa protestues që sipas tyre janë të maskuar dhe janë pikërisht ata sipas bluve që po hedhin fishek zjarre dhe molotov në drejtim të kryeministrisë, duke i vënë flakën kësaj të fundit.